Ministria e Financave duhet të jetë shumë e kujdesshme, duhet të veprojë sa më parë që është e mundur për të dërguar buxhetin tek komisionet parlamentare në mënyrë që të kemi buxhetin e miratuar sa më shpejt që është e mundur e mundësisht para datës 4 mars, se në qoftë se deri me datën 4 mars një gjë e tillë nuk arrihet dhe nuk kemi një dakordoncë për zgjedhjen e presidentit, është në rrezik që Kosova të shkojë në zgjedhje të sërish. Pra duhet të jenë shumë të vëmendshëm dhe duhet të reflektojnë nga mos puna e bërë për një periudhë të gjatë kohore, pra duhet të reflektojnë dhe të merren më seriozisht me të gjitha punët që ata i pret në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Në qastin tuaj, pritet që qeveria të ketë një stabilitet të plot në këtë 4 vjeçar apo sfida e presidentit mund ta cënojë në një farë forme pushtetin e zotit Kurti? Po, unë mendoj se zoti Kurti ka arritur një shumicë të theksuar në kuvend, një shumicë e cila i ka mundësuar atij që të zgjedhë qeverinë pa asnjë koalicion përjashtë këto listë minoritetet jo serbe të cilat është detyruar që të jenë pjesë e qeverisjes. Pra unë mendoj se në këtë moment ai duhet të reflektojë nga ajo çfarë ka ndodhur në vitin e kaluar dhe të jetë me bashkëpunues dhe të pranojë një president konsensual, një president i cili do të votohet edhe nga opozita dhe në një rast të tillë atëherë për gjërat e tjera ka një shumicë të mjaftueshme për të ecur me ligjet për të vazhduar puna e kuvendit. Pastaj kemi edhe deklarime të disa nga subjektet politike se në të gjitha projekt ligjet që janë në interes të vendit dhe kanë të bëjnë me marrëdhënie ndërkombëtare, ata do t'i votojnë edhe pse nuk janë pjesë e një koalicioni, por unë mendoj se duhet të kemi një konsenzus brenda subjekteve politike të Kosovës në mënyrë që punët na ecin bardhë dhe të mundohemi të arrijmë sadopak nga koha e humbur, pra për më tepër se një vit. Jemi në kohra të këqija, në kohra të rrezikshme, jemi në kohra kur e gjithë bota është e trazuar, ne kemi një geopolitik që në çdo moment ka shpërfaqe të reja dhe mundësi të eskalimit dhe në vendet e tjera, e në këtë rast pra duhet jemi shumë të vëmendshëm, jo vetëm në marrëdhëniet e brendshme por edhe në marrëdhëniet edhe me aleatët tanë, si dhe mundësinë e bashkëpunimit dhe rritjes së aleancave apo të qëndrimit besnik partnerëve tanë europian e partnerit strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ajo është rruga e vetme që na ndihmon dhe na shpëton. Do ndalim pak edhe sërish ke presidenti i Republikës, ke procesi zgjedhjes së kreut të ri të shtetit. Janë përfolur disa emra që kandidatuar nga LDK mund të jenë ato që mund pranohen më shumë nga ana e zotit Kurti, pasi plotësohet numri i nevojshëm i votave për ta miratuar direkte presidentin e Republikës. Por ne po flasim aktualisht për skenarin më pozitiv që palët dhe gjejnë dakordsinë dhe mundet ta zhvillojnë këtë proces pa pasur nevojë që vendi të kalojë një krizë tjetër politike. Por ekziston edhe skenari tjetër, në të cilën kuvendi nuk arrin të zgjedhë presidentin dhe vendi shkon në zgjedhjet e parakohshme. Në qasjen tuaj, janë të gatshme partitë e opozitës që të shkojnë sërish në zgjedhje pas asaj se çfarë ndodhi 28 dhjetor, apo procesi i fundit elektoral duket se i detyron këto të fundit që të bashkëpunojnë me zotin Kurti? Pra nuk e dëshirojnë ato zgjedhjet. Unë mendoj se Kosova nuk ka nevojë për zgjedhje të reja. Kosova në vitin 2025 ka zhvilluar 4 par zgjedhje dhe në këtë mënyrë mendoj se është momenti i fundit kur duhet të krijohet dhe të kemi një konsenzus me mes të subjekteve politike në Kuvendin e Republikës së Kosovës. E në këtë rast, pra në rastin e zgjedhjes së presidentit, ai që më tepër se të gjithë duhet të reflektojë është forca kryesore e cila ka 51.10% të elektoratit apo e ka një shumicë e cila i mjafton atij për të
bërë qeverinë dhe për të marrë të gjitha vendimet brenda qeverisë, është momenti që ata duhet të reflektojnë, duhet të bashkëbisedojnë dhe duhet ta gjejnë një konsenzus dhe duhet të gjendet një president konsensual, një president i cili do t'i përfaqësonte interesat e të gjithë qytetarëve, se te fundi i fundit presidenti i Republikës është simbol i unitetit të atij vendit, një rol të cilin nuk e ka luajtur deri më tani presidentja aktuale, pra ka qenë një presidente që ka anuar më tepër nga subjekti qeveritar, e në shumë raste ka qenë ajo presidente që më tepër se gjithçka tjetër ka shikuar interesin e saj personal dhe mundësinë e mbetjes së saj edhe për një mandat. Pra ajo do të ishte gjëja më e mirë që do të bënin subjektet politike, duke filluar nga subjekti kryesor qeverisës, pra lëvizja vetëvendosje dhe zoti Kurti. Me sa po duket edhe vetë gjuha e komunikimit në mes të subjekteve, por edhe gjuha që po reflektojnë aktualisht është dukshëm më e butë, më e mirë se që ishte pas zgjedhjeve të shkurtit në vitit të kaluar. Unë uroj që Kosova të mos e bëj edhe një gabim të tillë në këtë situatë, që të shkojmë edhe një herë në zgjedhje, se të fundit prap duhet të ulemi në tavolinë dhe duhet të gjejmë emrat, se asnjëri nga forcat politike nuk do të arrijë të merrë të 10 numra në kuvend. Ndoshta ka qenë edhe rastësi kësaj radhe që është marrë 50% kur të kihet për bazë se në Kosovë kemi një numër të madh subjekte politike që janë edhe parlamentare. Sigurisht, për ta vijuar diskutimin dhe këtë çështjet e rëndësishme që lidhen me politikën e jashtme, u përmendëm pak më parë që Kosova do të qëndrojë besnike aleatëve të saj, Shtetet Bashkuara, Bashkimit Evropian, por të dy këto aleat kërkojnë që procesi i normalizimit të vijojë me Serbinë. Pra, kërkojnë që të rikthehet sërish një proces i cili ka ngecur për shkak se të dyja vendet, edhe Prishtina dhe Beogradi, duket se nuk kanë qenë gati që të palët të vijonin të ndërmiqësonin marrëveshje të cilët kishin, ratifikuar më përpara, po kishin arritur më parë dakordsinë. Në këndvështrimin tuaj, çështja e normalizimit dhe dialogut me Serbinë do ta kushëzoj mënyrën e qeverisjes së zotit Kurti, i cili paktën në mandatin e shkuar u tregua disi, me dorë të hekur ndaj të drejtave të shqiptarëve, qoftë edhe në veriun e Kosovës.